dhe qysh kem të najt veç kur robumja, atë kujtot? Po, që? Edhe? Gjeri, më ke prek në emocionet më të mëdha. Sa herë du me kujtu fëminin, edhe rinin, edhe tani, familjen, pjesa më e madhe cila më ngacmon, cila më emocionon është fëminia dhe rinë gjimnas. Unë Simonin e përkujtoj si një njeri gasmon, një njeri i cili ka tentu të na me ngrit atë ndjenjen e ndërmarsis. Dhe kem dëgjo që ka eme. Nëse do një jetë, me kalu bukur, me pas jetën gjithmonë të gëzushme, mere studioj historinë e artit. Dhe jam një që të dashur një brownie tiramisu, nuk e di a keni ndëgju ma herët, është një recet që mu po më pëlqen shumë, edhe e kom kriju vetë. Trona me punë, të dyjat jemi punëtore shumë, edhe trona për ka pesha, kur dojmë ja fillust. Na vazhdimisht me Gjerin thëmë, do të fillojmë të ndryshojmë këtë fizikusin tonë, po gjithmonë dalin disa festa, disa ditëlindja dhe po shtyje. Tash e kemi bon një mosh, po thëmë mirë jemi edhe kështu. Njëjtën gjë e kemi përjetu me shumë kënaqësi edhe kur kanë qenë pas. Nana pregatit ka ato vezet të ngjyrna, dërsa baba në tjerë ka kështu ka qenë shumë, jani këtu se kjo s'na len me ja prek. Sot e kemi një recet interesant, një recet kur të vinë musafir shpejt edhe nuk din që kam një po diçka si lloj meze. Kur më kanë tregu që unë kam binjak, unë mas pari kom qenë në një shok. Gjeri ju pa harroni, unë e du kafën pa sheqer. Unë e du me sheqer. Da me thamë. Na i kanë Dhe bru. po duke që pas ka qenë interesant. Allaj, Gjeri, se di që është dhe të përgjigjim, po në me knatës shëshku. Edhe me mandalat. Me pas Gjerin, një shoqe mike, është më vërtet një knatësi. është një beti. Shumë valenderit të skuqe.